emisionit Fol ju përshëndes nga fshati Zëmblak. Është një nga fshatrat më të mëdhenj të Korçës. Diku ka patur gati 2 milion. Sot ka rënë më shumë se për gjysmë për shkak të shumë problematikave që ka ky fshat i madh, që aso kohë para viteve 90 njihej për prodhimin e tij bujqësor çdo cept të Shqipërisë. Ka qenë kooperative lartë të tipit bujqësor para viteve 90, ka qenë ndërmarrje bujqësore, pra praktikisht ka qenë qytet. Ka ngrehinë e madhe, ka qenë shtëpia e kulturës që sot mezi mbahet në këmbë dhe na kujton lavdinë e madhe të këtij fshati. E them plot bindjen që ky ka qenë një nga fshatat më të mëdhenj dhe më të njohur për shkak të burrave të shtetit që kanë nxjerr. Por sot ky fshat vuan për pikën e ujit. Nuk ka ujë edhe pse Zëmblaku përmbytet nga uji në dimër. Ka prenjë ujor sa duash. Ka burime ujore që vinë dhe përshkojnë Zëmblakun edhe furnizojnë fshatra tjerë, e vetë Zëmblaku nuk ka ujë. I kemi parë banorën protest, kanë protest si është e mundur në 2025 protestohet për ujë. Do duhet vinim në Zëmblak për ajrin e pastërt, kishte bujtina, tanin prodhimet bio, e shikoni bukuria nuk do koment. Por ne vim për hall. Gjetëm disa prej banorëve, të tjerët janë në punë, banor faleminderit që keni gjetur kohën, keni me mua sot. Përshëndetje. Diskutuar disa probleme që ju i keni ngritur, por që do t'i kërëm prapë sot. Po. Si të quajnë? Unë quhem Eduard Kulla, kryetari i fshatit Zëmblak. Sot ja dhe ku janë edhe këta banorët e fshatit Zëmblak pak në gjetën sot se të tjerit janë në punë. Ka filluar puna? Po, këtu ka filluar puna, ka një muaj që prodhimet pak a shumë po shesën banorët, po me të keq kur i thonë llafit, ku i shesin, ku për gjërat e tjera, kur mbeten edhe në kanal. Po pse me të keq, mo? Ju keni prodhime shumë të mira, ne në Kemi Tiranë vuajnë për prodhime bio. Nuk ka tregës për arsye se futin nga jashtë. Tregu i brendshëm nuk e marrim se futin nga jashtë edhe kështu që ato janë politikat e qeverisë. Pra prodhimi i huaj po na mbet në Tiranë. Po na mbyt se na hyp kostua e plerave kimike dhe nuk e shesim dot nën kosto janë siç e sjell nga jashtë. Okej, do flasim më vonë për prodhimin bujqësor sepse normalisht nuk mund vim fshatët mos flasim për prodhimin. Po. Ajo që ne nuk kuptojmë është si ka mundësi Zëmblaku ka prenjë ujor që e përmbytit e nuk ka ujë. Këtu në fshatin Zëmblak uj ka boll. Kanë shpuar puse në fshatin Zëmblak që kanë marrë gjithë zona, fshatrat e zonës që përfshin Bashkia Maliq edhe komuna Pojan. Pra, gjithë fshatrat që shohim baskravet mi, Po. Pra gjithë kjo zona këtu merr ujë nga ky fshat. Nga ky fshat kanë shpuar, do të i shohim edhe bashkë ku i kanë shpuar në tokat e Zëmblakut dhe kanë furnizuar fshatrat përreth ku janë në fshatrat po janë Pëndavin, Rëmbejca, Orman, komplet. Fshatin Zëmblak e kanë lënë pas dore, se Zëmplaku nuk ngrihet në protesta, s'ka ngritur asnjëherë në proteste për të bërë këto siç po ngrem sot ne, që të kërkojmë ato të drejtat tona. Pra kjo është protesta parë, kjo është protesta e dytë që keni ardhur juve. Dhe na kanë zotuar tash që do t'i bëjmë problemi është i madh i ujit të pishëm. Po, rrinte uji pishëm. Po. Tu në fshatin Zëmblak i kemi kërkuar edhe kryetarit të bashkisë, edhe institucioneve të tjera të Korçës. Kemi 2 mburime që kanë këtu për momentin që janë prerë linjat, që më në të shtatën, dhe kishte në më në të shtatën shumë ujë, sa ikte kot ujë, dhe tashia janë prerë ato 2 linjat janë këputur, sepse kanë erdhur me sklavatorë, kanë thyer bunker, dhe është një pjesë në mal që kishte bunkeri kanë thyer edhe i kanë prishur linjat të ujit të pishëm. Edhe për 600 metra tubë nuk na i sollën që ta lidhnim atë mburimin, të shtoshte 1 orë apo 2 orë në ditë. Pra për 600 metra ngelni ju pa ujë? Po, për 600 metra ka e mburime të tjera që për të futur në linja,
Po kjo që e gatshme, kjo mburimi që është i gatshme me tubacione me të tëra. Vetëm për 600 metrë markuqi është prerë markuqi, edhe nuk u ik kot ujit. Për sa familje bëhet fjalë aktualisht? Aktualisht fshati Zëmblak ka 350 shtëpi. Po? Dhe banorë mund të ketë 600-700 banorë këtu, sot për sot. Sa ka pas dikur? Dikur ka pasur 2000 ca banorë fshati Zëmblak. Fshati madh. Po kanë ikur nga arsyeja se vinë edhe kur vinë në gusht ata persona të fshatit Zëmblaq që kanë ikur jashtë shtetit, kur vinë në gusht 2 javë apo 3 javë, ikin në për qytete lajnë, pa vinë në gjendje prapë që shmallen me njerëzit e tyre. Pra vinë në Se fshat. nuk ka, po, vinë në fshat. Shohin fshatin, shkojnë në lajm, vinë prapë fshat. Po, Çfarë bëj? Ska ujë, besoj me kazankin edhe mbush mujë dhe mbushin kovat sa për të kenë, sa për të menaxhuar tër ditën, se një orë në mëngjes, një orë më darkë ka këtu. Gjysmë e fshati 10 minuta, i vinë 10 minuta ujë ka fshati, gjysmë i fshatit të Zëmblakut. Shkoni mbushin ujë. Po, për ku gjejmë vende për shembull që ka ujë, burime që në Cangonj kemi vajtur, kemi mbushur. Kemi edhe një mburim tjetër që është një çezmë, i thon çezmë e Babasheut, vetëm ajo është që ka qenë Dem Baba Dem ajo. Atje vjen mbushin për të pirë se nuk u ka ujë Zëmlaku. Është burimi në Verizat. Kjo është situata. Kjo është situata e problemit të ujit. Po kanalizimet e ujërave të zeza. Kanalizimet janë bërë, një pjesë janë bërë kanalizimet, i beri tapi në kur erdhi atëherën, po nuk ynën shumica nuk ynë në tubacione për arsye se janë në nivelin e tubacionit të shtëpitë dhe nuk e kanë mundësi fshatarit të kalojnë në tubacione të ujrat e zeza. Dhe kemi një kanal që ka qenë i vaditës që më përpara, e i ka nderur në kanal. Atje është pjesa e Pra një kanali pjesë. vaditës e kanë kthyer E kanë po ujrat të zeza. Po ju jeni ankuar edhe për një digë këtu që ju mban Po. ujin. Si Tu- qëndron problemi? Problemi i digës është mos menaxhimi i bashkisë për arsye se janë ca njerëz që kanë njerëzit e tyre dhe ja lëshojnë njerëzit e tyre ti mos vadit, thot se do vadit filani, thot se kështu më do qefi mua. Pra, Edhe e digën, përdorin ujin? po e përdorin, e shkarkojnë ujin në lumë që t'i vejë 2 vetave apo 3 veta si që kanë ata persona Pra të tyre. fshati nuk merr ujë nga ajo digë. Këtu në fshati Zëmblak mbylle diga që në maj. Ma 15 jetoni ju. Po, që në maj, do më thënë ka prurje në atë kohë. Dhe kur vjen si vjet, sidomos si vjet që në qershor e shapur diga, për arsye se kanë njerëzit e tyre e shkarkuan e lanë tërë këto fshatra pa vaditur në Zëmblak. Tani ma shpjego pak. Uj ka dhe uj, pse nuk vjen këtu ke ju dhe shkon atyre? Se nuk E hapën digën, pra diga nuk ngrihet, duhet hapet. nuk dhe... Pra duhet të mbaj të akumuloj që ju të Po, Ja kanalet krahët. E kuptova. Pra ata e hapin digën e hapin, dhe në dëmin e tuaj. shkarkojnë digën në lumit për arsye që janë 5 veta në atë zonë ku duan ata që t'ja shpjene ujnë atyre. Mora vesh, e kam shumë qartë. Edhe kjo problemi i digës është që s'duhet tape diga 15 maj 15 Një tetor, kishte atëre. një tetor, Pra, keni pas 15 një tetor, marrëveshje po. ju me këta? Kështu ka qenë edhe në kohën e Enver Hoxhës ky program ka pasur. Do të thënë Kone që verit, guxon e njëri të hapet po digën? s'kishte s'beshe fjalë një që tapshe diga në kohën e Enverit. Po sot i bëjnë gjërat si duan vetë ata. Qa ju ka Problemi- thënë bashkia për ujë njërë? Të rrim të ku i pishëm. Qa të ka thënë bashkia? Bashkia, unë po bëj 2 vit që kam hyrë në këtë detyrë dhe e kam ngritur çështjen e ujit. Bashkia do ta bëjmë sot, do ta bëjmë nesër. Problemi i ujësjellësit në Zëmblak është kompleks. Për disa arsye, ne kemi ndryrë si bashki para 2 vjetësh duke ndërtuar 2 linja të reja duke marrë burime në pjesën e sipërme të fshatit.
Aktualisht ka një rënje të burimeve gjithandej, por kjo nuk do të thotë që banorët s'kan të drejtë, ndaj edhe në fushatet dhe tani vazhdojmë me atë të cilën është zgjidhja që duhet i japim këtij fshati, siç i kemi dhënë dhe shumë fshatrave të tjerë për problemin e ujit të pishëm. Aktualisht që flasim jemi procedurë prokurimi nga ndërmarrja e ujësillësit Korç, e cila është edhe tashmë aksionerja apo menaxhimi që kryen menaxhimin e ujësillësave të gjithë bashkisë sonë, po edhe në rang rajoni. Nga informacioni që kemi ne, po dhe kontaktet që kemi me këtë drejtori, janë në fazë tenderimi, pusi, një stacion pompimi dhe me linjë kryesore, dhe besojmë brenda këtij viti ne do të kemi 24 orë ujë edhe për fshatin Zëmblak. Jo do ta bëjmë në maj, jo po ta bëjmë në gusht. Kur të bie tha të tira, apo kur të bjerë shirat, kur bien shirat nuk ka ujë thot fshati, kur s'ka shira, s'ka ujë fshati, do t'ja bëjmë për motin tjetër, e kështu kanë kaluar 6 vit edhe fshati Zëmblak ka mbetur pa ujë. Tani çka ka bërë përveç atij 1 kilometër asfalt në hyrje, bashkia këtu? Bashkia shtrovi me asfaltin se u bë përmbytjet para 2 viteve këtu në fshatin Zëmblak. Po, i kemi parë. Edhe ato janë të emergjencës si bëri bashkia. Që emergjenca civile e shtrovi atë pjesë bëri projnë sa pritën ku kishte probleme proj. Edhe me ato, domethënë Pra, që të mos përmbyteshin u bë investim. Po. Tjetër investim ç'a është bërë? Këtu s'ka bërë në 30 vite nuk ka bërë asnjë investim bashkia e Maliqit në fshatin Zëmblak. E kuptoj. Pra asnjë. Asnjë. Do mos kërkojmë ne kot kështu për investime. Për investime ç'të kërkojmë? Ata ja ku janë rrugët të shikojë vetë. E kuptoj. Rruga kur është shtruar këtu? Rruga Këtu tamam është- që është shtruar për herë të parë. Për herë të parë më 2005-ën u bë një linjë këtu vetëm rruga kryesore Po. që e quajmë ne rrugë kryesore, edhe është ajo. Po ka e rrugët të tjera fshati Zëmblak, që është kjo rrugë kryesore që del direkt në asfalt. Ajo është shtruar? Jo, gjysma vjetë shtruar në gjysmën e lampa shtruar. Do ta shikoni edhe vetë. Okej, do shkojmë në çdo gjë që ti më the. Po. Do shkojmë ta filmojmë pak më vonë. Problemi tjetër është e ujrave të zeza. Po. Këtu në fshatin Zëmblak janë bërë, siç thashë më përpara, tapi shtrovi një 2-3 rrugë për atë, po nuk u bë komplet i fshatit Zëmblak. Po pjesa tjetër ku i çon ujë të zë? Pjesa tjetër çojmë poshtë në fshat, kanë bërë një depozit me beton, edhe aty i derdhin. Tip grop septike? Po. Edhe gjysmi i fshatit derdhet në atë kanal, do ta shikoni edhe vetë, që ka është shumë problematike. Tër pjesa e lagjes që atje e kanë 15 metra, 20 metra, nuk rrihet fare aty. A kanë derë shtëpisë? Po, derën shtëpisë. Ma krye ka me shtëpia e ka. Rruga sa kalon 15 metra. Ka më afër shtëpi. Ka edhe vende të tjera që janë çarë tubacionet e ujrave zeza, i kam lajmëruar, nuk po vinë që ti shikojnë vetë, ti sistemojnë, që ti rregullojnë ato pjesë që janë të çarat. Do t'i shikoni edhe vetë, do vëmë bashkë do t'i shikojmë. Faleminderit. 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 Babe, ti ku e ke shtëpinë? Apo këtu? Së pari, dua t'ju falenderoj juve si emision edhe ju personalisht, zoti Erion, pasi është një emision pa filtra, pa censurë, me sa kam parun dhe problemet transmetohen në televizionin tuaj ashtu si që janë dhe anën. Me të mira televizive, me mangësime të gjitha të folura, si të them bio. Mundohemi që t'jemi sa më Po, pranë popullit. për këta unë personalisht ju falenderoj. Faleminderit juve. Do ta nis me që mora shkas nga fjalimi jot i hapjes për këtë të themi tash i binan ose mbeturinë e atij sistemi, por që flet shumë edhe në këtë gjendje që është flet shumë. Flet pasi kjo ka patur 480 vende të ulura. 480. Po. As në qytete s'ka pas. Edhe 115 vende kishte lozha, do me thënë balkoni që shife, çfaqe e të tjera e të tjera.
Mbushej atëherë? Po, si, pa tjetër që mbushej. Edhe aktivitetet e tjera janë në base për një emision të veçantë. Ne kemi sot probleme të tjera, por problemi kryesor për mendimin tim, jo vetëm në fshati Zëmblak, por në rang kombëtar është ajo fjala që ka thënë Sami Frashëri që në do misër edhe grurë mbill për një vit. Në do arsim me kulturë mbill për shumë vjet. Tashi, ne problemet, si që i tha edhe kryeplaku, janë nga më të ndryshmet, të shumëllojshme si kudo në Shqipëri. Ndër në morinë e këtyre problemeve që ka në shitje prodhimit e të tjera, ne momentalisht kemi problemin e ujit. Si kudo ka probleme për ujin, ne dëgjojmë që edhe lagjet veçanta Tiranës ka në probleme për ujin, por e kemi thënë në një emision tjetër, këtu është e veçanta se me pak investim, me shumë pak investim, mund të zgjidhet problemi këtyre banorëve. Sepse rjeti ujësillësit është i ngritur, është në gjendje pune me poseta, me kanalizime, me të gjitha në rregull. Ne na duhet vetëm një burim uji, një çpuarje që të hapet një sondë për ne, bëhet fjala. Ata e kanë zgjedhur ata. Po, e veçanta e fshati Zëmblak është se ne nuk jemi njerëz që rendim dyerve. Ne kemi besim në organet e zgjedhura, të kujdo qofshin, s'themi as majt, as djathtë, as shejtan, as i biri. Problemet janë të mbartura nga shumë kohë. 30 vite. Po, pra? Po të kishit pas ujë, do kishit ujë. Po, ujë kemi pasur, nuk themi që A keni s'kemi. pas ujë më Po. përpara? Po sa kohë ka që ka fillu ky problem? Kur kanë marrë komunat. Ky problem ka disa vjet të them, po, e veçanta e kësaj duhet të thënë që përveç mangësive që ka organizimi edhe tjerat, është edhe koha mjaft na dëmton edhe koha, edhe thatësira, që gjithandej është e njohur. Po ne e themi që në këto kushte kemi zgjidhje. Se nuk kemi që të themi natyrës që na hapshi që të mbushen burimet. Po, ama kemi mundësi të shpojme se ja kush mali, ja kush tuj. Ne na ndodhi si fanoli, anës detit i palarë. Edhe kjo, tash mbi ujt jemi ujt s'pim dot. Jo, kur pash lajmet për ju, pash që para 2 vitesh që ju përmbytët nga uji. Po, ajo U në gjë. përmbytët keq atë. U përmbytëm pa ajo që një dukuri natyrore, një shi. Ishte proji. Po, po. Që kishte uji dhe që erdhi te ju. Tani ky proji ekziston tani Ky prua ekziston pa ajo që në situatë katastrofale sepse ranë shi, ranë rreshje tejbase. Nuk i përballonin dot këto pruaçkat që kishim neve. Tash u bën një puna mirë me prejnë, edhe me urat lidhse e këto tjerat, për një situatë që kur të vi ajo. Po, ne nuk e kemi halli se s'kemi që bëm ujrave, ne s'kemi për të pirë. Ne na duhet një burim ujë të çpohet diku ku ta shikojnë të arsyeshme, ta kalojnë në sistemin e shpërndarjes edhe mbyllet ky hesap. A i burim që keni nuk ju furnizon? S'kemi një, kemi disa burime nga pak në mal, po ne na duhet një burim i besueshëm përfundimtar, që të siguroj ujë për të tërë fshatin. Kjo, ndërsa të tjerat pastaj edhe këte në ana e menaxhimit të digës, si që ta edhe ajo parafolci, ka mangësi. Kryesorja, kriza na vjen nga vetë ajo thatësira. Po, ne jemi këtu, tashti, pse duhet vadita ai tjetri që është 7 km 8-10, kur ky ujë mund të shërbejë njëherë për ata, njëherë për ne, njëherë për një tjetër. Të ketë shpërndarje të rregullë, se ne nuk themi me që jemi këtu, edhe kemi digën ne. Diga është një objekt i ndërtuar në 53-shin e tjera, që mund të shbejtë gjithë kësaj fushe. Po ne themi të ketë shpërndarje të drejtë, e jo të hapet, të bjerë kaskada edhe të shkoj ujë pas qefit. Të ketë shpërndarje një menaxhim më të bjerë, më të drejtë. Tjetër problem... Tani problema, keni arsimin një problem? Ne kemi mangësira si kudo. Po, problem arsimin ose shëndetësinë, ja kushta ajo qendra aty. Po, me të gjitha shërbimet, nuk jemi
problem, nuk kemi siklet. Pra, është fakt që ju e keni Po, e kemi, nuk vuani për qendrën. jo, s'kemi. Unë për mendimin tim them kështu. Gjysma e skeqes. Të le të flasin tjerë Jo, çfarë kanë. gjysma e Unë skeqes them që sepse këto i kemi. Unë e pash vetë që po dilin dy vetë nga ajo që Po. është shëndetësore, po. Edhe shkollën e kemi funksionale me të tëra. Ka rradh atje në Si të rekomandim për analiza doktoresha, po, po, se nuk ka radhë se ka rradh. në ambulancë e Korçë, nuk ka radhë. Kërkova skaner, se kam probleme me shëndetën, kërkova skaner, s'ka radhë, kur të vij radha për 8 muaj, për 9 muaj. A ka shumë rradh atje Kjo dhe është shëndetësia. Ta kuptoj. E kemi. Nëse ky nuk është problemi i kësaj, është problem atje në Korçë. Këta e kemi doktoreshën na shërben mirë. Na jep ato që do. Po e kisha, Florenc. Nga njerë ka frikë ta jap atë që më duhet mua. Po ç'të jap ajo, nëse e ka të zënë atë datën aty, ç'të jap ajo? Kështu që Pra, problemi është në Korçë. Në Korçë ka nuk gjendet ngarkesë. zgjidhje. Nuk gjendet zgjidhje në asnjë spital, në asnjë doktor. Jo, kjo është. Unë e kisha fjalën këtu që ne Për një për qendër për po, Të ndihmë kemi. për këtë që kemi po them. Mos rende pastaj. Po unë mos i dhënë asnjërit rast zotit të rendë, po ajo e rendura që thua ti ka probleme kudo, edhe këtu do ketë. Megjithatë, unë nuk e di atë punë e din të tjerit. Unë them për këtë që shoh këtu që i kemi mirë e Pra bukur. keni një mjek me dhe një këta. infermier që ju jep Edhe një ndihmë të shpejtë. shkollën e kemi në funksion të plotë me klasa me gjitha me Sa kanë personel. mbetur në zonës? Nuk na kemi, nuk Shkolla kemi është, po siklet. fëmijë s'ka. Sa fëmijë kanë E bërë? po, kur s'ka fëmijë, Sa? 90. 90. Fshati i madh me 90. Fshati i madh me 90, ajo është problem kombëtar aty. S'kemi. Se cili, Ngushëlloj me 6 kombëtar, ngushëlloj flasën për vetë. po si të themi Florenc tashi, Për vete. ore, E, të themi tashi që sille djalën ti këtu që të vej çupe djalit në shkollë ose djalit tim? po përse ka ikur e djalit tim e shko ai shup. Përse ka ikur Përse ka për ikur? ja, të them unë, ka ikur për fat Nga në këto nan. kushte kanë ikur. Po pra, Ashtu. të themi i shkurt ka ikur për fat qeverisë. Dakor? Ha dërzojmë qeverinë. Kush arzoi? Ne kemi vdekur. Po kush të dërzoj Ne kemi atë? vdekur. Po kush do ne erzoj? Asgjë, s'ka. Atëre çfarë zgjidhje është kjo? Il do vënë seje. Tashti unë në përfundim po ju them edhe një herë faleminderit. Problemet kanë edhe të tjerë që do flasin. Ne dëshirojmë që ky emisioni tuaj të shikohet nga njerëzit kompetentë që të paktën të reagojnë për ato që munden. Bëjmë një lidhje të shkurtër drejt për drejt. E zëm se ke kryeministrin ballë për ballë. Po ti ishte këtu në fshatin tënd. Çfarë do i kërkoje të parë? Ore, çfarë do i thoje zoti kryeministër, ne na duhet kjo, se po na ikin njerëzit. Kryeministrit, unë do t'i thosha se po bën mbase një punë të mirë ose të keqe gjykojnë të tjerit nuk merr. Po sa të hap ata kapitujt, hap 1, mbyll 2, hap 7, mbyll 8, le të vijë të hapi një pus këtu për Zëmblakun. Se sa të hap ata kapitujt që ne nuk i ndjejmë. Mbase do jetë një punë e mirë për brezat që do vinë antarësimi në Bashkimin Evropian e tjera, po ne na duhet veza sot, nuk na duhet pula mot. Këta do t'i thosha. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Si quaj ta? Artan Mullalli, banori fshatit Zëmblak. Sa vjeç je? 6 vjet. Edhe 100. Me çfarë Faleminderit. jeton këtu? Unë fakt jam me kemp, se jam i sëmur. Po si pësan edhe shokët, uji është i pari, që është emergjent. është uji. Paka shumë e ngritu ta shatarët atë problem. Unë do ngrinja një problem tjetër që me pak fare investim për në varezat e fshatit. Po, e kam dëgjuar dhe këtë Po trazohen të vidhen varet në vitin 2025. Që të trazohen varezat. Si u vidhen varë? Plakat e vareve po i vidhen. Ja. Mermer. Deri këtu ka arrit puna? Por. Atje është kabina, janë e disa ndërtesa, le vjetë një kamer, nuk kushton shumë një kamer, juve e dini sa kushton një kamer e Asnjë gjë gjithë. s'është për 30-20-30.000 lekë të vjetra, të i sa dojtë një kamer, se është turp. Të trazosh të vdekurit është turp. ju jeni ankuar edhe më përpara për gjendjen e varrezave. Për rrethimin. Për rrethim. Për rrethimin. Të vjetë një punëtor, të vjetë një punëtor, se Allah unaroj që të bjerë zjarri atje u prishtë të tërvare, që
Kushtoj gozele, se varë në 300.000 lekë nuk ka. Plus kanë të bëjnë me Po, anën mirë, shpirtërore ata që varrit kanë- më shumë se sa anën, me respektin me kulturën. E rrethimi të bëhet, nuk do në një shpezi. Allah, sa të mam. Po duhet bërë. Po një kamera që duhet me patjetër. E qa do zgjirë kamera? Po mirët pak të me shikoni. Na më prit, ja prit. Ati zotri. Vuri në kapuç në kokaj, vuri në çorape, i ke kapet. Po mirë më e Gjeje, lidhur cilin? me policinë. Ka pak do të- zesh, mare. Vjen. Gjerbi këtu pas policia ka ka rrit vajtë puna. Shkodër edhe ka shitur. Po, baba. S'kemi që për qartë të diskutojmë, unë do të ndalem Ti vetë si e më bën, si e zgjidh punë e ujit, me aq pak sa të vjen. Jam kurios ta di. punën e ujit. Kjo u bë si punë e ati, kur thonë në kanalit më zëqesë, i ke ece s'ka të sosur. Do bëhet vjetë, do bëhet par vjetë, do bëhet tashi, do bëhet këtë muaj, do bëhet brenda muaj të arshëm, është fjala e fundit. Pra premtimin e kanë gati. Sa herë që shkoni, Premtimi është premtim. Premtim mund të bëj unë 100 herë. Ne nuk duam vetëm premtime. projekt keni parë me sy. Jo projekte, as kemi para, as kemi përse ta shohim ne projektin. Projektin janë specialistët. Jo, ata zakonisht diskutojnë me Një komunitetin. sekondë në çdo drejtori që kanë bashkitë. Tashi, pas protestës së parë, Po, unë shikoj prononcimin e bashkisë që në përmjet tjerave thotë që banorët e fshatit Zëmblak kanë të drejtë për problemin që ngrenë, po do të shikohet kjo punë. Dakord. Edhe vazhdojnë e thonë që ky problem i shpimit që bëhet për ujin e pishëm, e paska nga bashkia e Maliqit ku ne bëjmë pjesë, në ujësjellës kanalizimin e Korçës. Është në fazë prokurimi, fazat e prokurimit duan ato afatet ligjore të zhvillimit, tankimimit, deri në shpalljen e fitusit. Nuk është një procedurë që kryhet nga ana e bashkisë sonë, pasi bashkia çon vetëm shqetësimin. Shqetësimi ka shkuar dhe është bërë pjesë e vendimarrjeve të bordit kryesor të ujësjellësit edhe vetë drejtorisë e cila e ka marrë përsipër në këtë periudhë të ndryshojë situatën, mbas asaj të Zvezdës, ky është ujësjellësi tjetër, po në zonën e Pojanit. Do të themi që është një problematike mbartur prej vitesh në shumë fshatra të njësisë administrative Pojan, të cilat po shkojnë drejt stabilizimit dhe zgjidhjes. Po sjellës kanalizimi i Korçës, po se ja hoqi ky, një sekondë Bashkive. të punë e shpimit. e mori vetë gjithin tani. Jo, Po kush do të shkojë? Tani duhet me ja bërë kërkesën kryeministrit, sa i ka marrë gjitha Ne jemi vetë. banorët të bashkisë. Ne jemi banorët të bashkisë së Maliqit. Problemet që kemi ne, bashkia e Maliqit marrë kapelën dojër e ti qepet ku janë. Në ujësjellësin elektriku në Qeveri si ku të dojnë të shkojnë ata. Çka duhet ne të na bindajë? e ka marrë në qoftë se shkoni ju si gazetar në bashkinë e Maliqit, e thotë që do ta shikojmë, thotë se procesi në bashkinë e Korçës është i ujit të pishëm të Zëmblakut është në tenderim. Ore, po, kjo është fare qesharake, se tenderi Po, presupozon një vepër apo diçka të madhe që kërkon investim, shumë, kërkon palë të përfshira, këtu vetëm për një çpim, se kur ta quajmë, sa kompani shpimi janë ka Korça, sa duash, që bëjnë dhe Po, e puse, më bëjnë dhe 10. private. sa do t'i zotëri të them 50. 50 për një shpim. Dakor. U dash ka tenderi, e ky tender se ku e ka fundin,
Po ti e Ka mund. procedura që i ndiqen në tërë botën, në tërë Jam për- Shqipërinë, jam- s'ka mos jam- rrydh dot atje. Janë procedura burokratike. E kanë thënë ka 2 vjet. Shpuana para një jave në Zëmblak shpuana. Ja këtu e keni në tokat e Zëmblakut shpuana. Po jo për ju. Jo për ne, për fshatrat e tjera. Atje marrëgullet. Shpuana. Po aty më. Duket sikur e kanë me ju, sepse të shpohet në tokën tuaj për një fshat tjetër. Jo, atje, kur marrën ujë atje, ne nuk ishim pa ujë. Mirë bën që marrë edhe ata deshin. Absolutisht. Dakor. Po u bëtëra ju investim, atje marrë pjesë tenderi. Po këtu për një shtëpi, mu do është ka tender që pambarim, jepem ati njeri që shpo vizvez dhe kolober të vita Mirë, okej, faleminderit. të vinë specialistët se Faleminderit. ku ka ujë edhe mbaron punën. Faleminderit, faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Do kthehemi se kemi edhe banorët e tjerë pa i dëgjuar. E kuptoni pra, ka mbetur për një pus, ngelen 400 familje pa ujë. Dhe ku? Në fshatin me më shumë ujë të zonës së Maliqit. Pra këtu është ujë, këtu çpojnë fshatrat e tjerë, fshati vet nuk ka ujë, po fshatrat e tjerë gëzojnë ujin. Me njëherë pas publicitetit do të rikthehemi në Zëmblak. Rikthehemi miq, ndodhe me disa nga banorët e Zëmblakut. Para disa ditësh, banorët protestuan. Protestuan, kërkojnë ujë. Ujë që e kanë patur dikur, po ka 4-5 vite që nuk u vjen më në çezma si dikur. U vjen me shumë pak minuta. Ndërkohë që fshati mbytet me ujë, ka ujë edhe për fshatat e tjerë, vetë Zëmblaku, një nga fshatat më të mëdhenj të Korçës, sot vuan për pikën e ujit. Si të quajmë? Lilo. Lilo mbaj. Përshëndetje, se e mbaj unë. Dëgjoj, do flas këtu e 28 vjet. Po 28, 34. Po flas 28 vjet. E shikon këtë malin përballën. Po. Shkoj, po flas 28 vjet, e shkon tërë, që po ka ikur. Po. Që Zëmblaku duhet të qe Paris. Na vjen me fushë sport. Jo, komplete, po të merrnin atje në Gurorja i kërciste bytha. Po të merrnin në Gurorja, i ranë malit këtu, e që shuanë na futën, do t'ju bëjmë vare, do t'ju bëjmë rrugët, ujin, të tëra. Këtu, se po të kërciste, ja, kështja. Këtu e 28 vjet. Kjo duhet zgjidhje, tash kush e ka marrë tër këtë dhe? Edhe s'ka investuarëm. Se Zëmblaku duhet që e Paris, a i një copë bickë, është atje, edhe unë me mend del pa mend, mo zemra. Qarë bëhet kështu? E në edhe dalim këtu bëjmë bla bla bla. Ju ne do themi ca të vërteta, se ndoshta si Po ja, të vërtetat ja. Nuk e dia për shembull. Ja, këtu e 28 vjet, ja, tër ky dhe, merrin, shtetin, kush i ka ngrënë këto leka këtu? Edhe s'ka investuar për Zëmblakën. Se na dan me rrugë, me fushë sport, me tëra, ne s'kemi fushë sport, ma e prishtë. I kërkoi Qënë? Robertsanit operatorë. Ezu, atje komplet, ku kanë bajtur? Pjesës së Kodrës, ku është marrë inertët, ku janë marrë inertët për rrugën që Këtu e 28 vjet. E qartë bëjë, s'ka faj Zëmblakua. Ne ndrojmë portat. pra Njerë për dhe që unë jam demokrat, jam kulak. E jam kulak jam, për qatë më? Unë kulak do mbetër. Se gjyshi tim ka bërë 25 vjet burke. Dy gjyshi ima masët e dhe. Këta unë po flas 28 vjet të bëjt kjo zidhja, edhe ata që i kanë marrë lekat i festojnë këtu. Ata që i kanë marrë të dherit. Iku, Çfarë ke parë gjë të bukur të ndërtuar? Pe Zëmblaku to. Po asgje më. Si për deja, pëseja njësoj. Asgje. Asgje, s'ka një festuar që... Zëmblaku duhet që e Paris, mo, zemre Lilos. Duhet që e Paris. O ylo dritë. Zëmblaku që si lokumja në kuti. Kiste, ta që s'ka një roje në varet. Ujë. Ujën mosketë, bezim, ujën mosketë. Ai sistemi na vulloi neve. Se kishim çezmën e lagjes, rinjam 12 natës nga fusha, rinjam busha ujë lagja dhe që po ta peta të tëra. Diskuton me ujë atë. Kashi, shkëllni. Hajde ta tegoj ujë. Na përshëndetje me kaq. Ku është, kush e ka marrë? Po kush e mori më pak? Ja një kushin time mori. I tha që ria merreti. Si të thot ty merretinë. Qa mori më? Mori ujë? Ujë, po këtë marrë.
Shpirti mama, po ma mori shpirti ma. Të morin qezma. Jo, është çezma, është për të lagjen ajo. Ata për të lagjen, nuk zgjidhet fshati me 2 qezma. Po mi unë them se Zgjidhe se janë 400 familje. po mi unë sa për të fshatën. Çu vjen puna? Te fshati kishte çezma të lagjes. Te fshati kishte çezma të lagjes. Çezmat e kanë bërë depo në atje, një 2 depo. E kanë ndarë 5 shtëpi, 2 depo atje. E kanë ndarë nga 5-6 shtëpi. E mblodhe ato, ajo ujë që vinte, e kishte lagja, e mua qa shtëpi. Ashtu i tha sistemi. Nuk keni burim të madh ju që të mbaj gjithë njerë e mirë, më largoni. Tash në si lagje, ja unë të qaj shtëpi edhe ku është ujtë atje në Zëmblag, kush e ka? 2 shtëpi e kanë marrë çezmën që rriste 24 orë. Po ta matë një ata 24 orë, sa tonelata ujë nxjerr. Vim lavi qilim, tash i s'ka do të qilim, ata petat gja. Vetëm këtu sarim tjetër një rusyve. Ore ujë për të pirë, a keni? Po qa vetëm sa të pi, s'kaq. Edhe të një bidon kjo gjellës. Si që u thanë edhe këta zotërin të paraforcit, tu në fshatin Zëmblag duhet bërë me pa tjetër çmimi. Ajo i zgjidh komplet fshatin. Për arsye se është problemi, se ka një familje, apo 2 familje, sa menaxhojnë sa për të pirë ujë, ato janë sa për nevojat e njerit apo të tjerit. Kurse për 5 veta nuk bëhet fjalë për 5 veta që kanë marrë, aq sa kanë marrë pako gjesa që pinë ujë. Problemi është që të çpohet një pus këtu, që të mbyllen problemet e fshatit Zëmblakit. Po, pusi duhet bëhet në një vend të studiuar, sepse Po, unë mbaj mend kanë bërë këtu kanë erdhur edhe në Burimas, ma dëgjoj fjalën deri fund. Kanë bërë emision Burimas, ishte çështje që kishin shkuar, kishin bërë pus në një vend ku ditë uji jo i mirë. Të paktën ky ishte ankesa kur unë e kam bërë para 2 vjetësh emisione. Kështu që edhe pusi duhet bëhet me studim, se mund të shkoj ta bëj në një vend që Po ka specialistë. a ke vende këtu burime uji? Po, këtu ka sa të duash, burime ka sa të duash edhe uji është i pishëm këtu. Kanë marrë me analiza, me të komplet. Këtu ja ku i kemi faktikisht, para një javë çpua në këtu për fshatrat e përrejt. Po se smurët dhe ju aty. Po nuk u duan të na sjellin ujë se jemi fshat demokrat këtu. Prandaj se kryetari kështu e ka thënë. Mu as ma keni dhënë votën tha edhe su sjell ujë tha. Domethënë që tash janë e nxora këtë llafse për arsye e ka thënë vetë kryetari. Kush kryetar? Kryetari bashkisë. Po nuk e deni ta denonconi këtë kryetar që ju Po e ta denonconi për atë. Këtu gjen të drejtën në Shqipëri, gjen të drejtën. Po ku gjen të drejtën këtu? Çfarë ne kemi kaq ujë ka, që më lagjes lart, që e ditë fshati, e dini këta të moshuarit. E mori PD-ja, ja dha atij që ishte i PD-së. E mori PS-ja, ja ndavi çezmën në vesh, i dha gjysmën e këtij të PS-së, e i dha gjysmën të PD-së. Ai vetë Ato teatri. Uji ka kudo që të shpojnë ka ujë, nuk duan të vinë bëjnë. Për Zëmblakin po flas. Është ajo llafi që detin kulla. E mori e djata fillimisht. Po. Në çu suall. Asgjë s'bëri. E mori e majta, asgjë s'bëri. E djata nuk bënte se thoshte që këta i kam unë. I kam xhep. I kam xhep. E majta nuk i dua se s'u duan, edhe Zëmblaku është ku është. Mirë, po nuk i le faj asnjërit për tyre. I le faj vetes bashkë me fshatarët. Ne kemi qenë bëgjumë. Edhe jemi të vdekur, mund të ashtë gjumosur. Jemi të vdekur. Bojrën të ngrihemi, mos presëm çdo të thotë gazetari atyre, e çdo na thon ata se ka vjetë që po themi e po thonë. Hajde mbledhemi me fëmijë me vet, dalim xhadet, bllokojmë rrugët. Kështu, rrugët proteste. Kemi me rrugë me policinë e Florence. E pari atëre, çfarë pas këtu? Po zona këtu. Po do na foshim. Këtu la foset kot. Unë kam thënë shumë herë, edhe vjetë e pari. Ta marr policia ata që këtu. Ne pa ujë, ne me dronë, ne të tjerë. Po pape, jam shumë dakord. Protesta është niveli më i lartë i demokracisë. Domethënë ti do protestosh sepse do mbrosh drejtën tënde. Dhe unë nuk i heq as i presje. Pyetja është me drejtë. Ata që na ndjekin, thonë, "Ore vlla, ha ju vinë këtu, ju premtojnë juve, një herë, 2 herë. Ore po si gënjeni kaq herë sa herë vinë?" Kemi vdekur. Po Të thash llafnu. Ne kemi vdekur, nuk jetojmë. Me që pranojmë ato dy llafe që na thonë, vinë ata, i fërkojmë krahët, ne nuk e vëmë fronkët. Çfarë ke bërë, çfarë do bësh? Vjeni majti, e fërkojnë. Vjeni djathi, e fërkojmë. Edhe ata janë për bukurio, grozer. Kjo është situatë. Kjo është situatë. Ta dëgjoj pak zotërin.
kur kanë folur në 3-4 televizore. Jo, po du të gjojë unë. Nuk plas me. Po ç'ke do të Nuk plas me. Je mërzitur fare, a? Nuk mërzita. Mua më doli mi pertë. Mirë, mos fol për mua. Dgjoj Erion, më vjen shumë keq. Kryeministrit. Më vjen Mua shumë mos keq. më fol. Unë kudo që kam vajtur, vetëm premtime kanë bërë. Bëj premtim këtu, bëj premtim atje. Edhe me mediat nuk jemi të kënaqur. Po pse nuk ta kanë dhënë llafin? E japën llafin. Po japin shkurtër asi. Edhe son, shumë mërziti që do ta zgjidhim. Ja, edhe fikshin e muarmë. Vajt me në kryetari bashkisë. Tani media fjalën ka. Po fjalën ka, unë e di që ti Dhe ke unë në dua dorë. që fjalën tënde t'ja çosh direkt kryeministrit, tani bëjmë lidhje të shkurtër. Ti nuk ke lekti. Po po kisha unë me gjithë shpirt. Lekit i ka kryeministri. Po pra ai që i ka, drejtoju thuj çfarë do i thuash. Unë po të them, mua mu bëni 6 herë rreshi po flas për televizor. Po vin kryetari këtu, kemi thënë kryetari. Ska ardhur kryetari këtu? Po jo, s'ka ardhur fare. E thirrëm edhe për në. Ne kërkojmë kryetari bashkisë, ai vjen në takim. Ç've më tutje? Problemi kryesor është vetëm për Ju faleminderit që erdhët. Faleminderit. Si të quaj? Vunkulla. Problemi kryesor është që jemi rrjedhur sot ashtu i pishëm. Duhet të them se para 2 vjetëve kanë erdhur 2 inxhinierë të gjeodezisë nga Tirana këtu dhe kanë kontrolluar për pikat ku mund të shkojnë. Dhe është vend që ne themi Veriza aty. Kamnazitore vetë janë ndodhur aty. Dhe vunë ato amet për të provuar ujë dhe thanë këtu është ky burim që është këtu mund të furnizoj gjithë Korçën, tha. Pra aq shumë burim ka. Këtu për këtu në Verizat. Dhe këtu tha edhe thelësia nuk do shkoj shumë, tha, se ka ujë shumë të bollshëm. Dhe themni tyre vërtetovi dhe kur u bë kalovi tapi këtu, që duke hapur kanalet që pastron ata doli ujë i bollshëm. Dhe pe aty ku ata thanë për të shpuar, e deri në pika e grumbullimit të ujit nuk është më shumë se 1 kilometër. Dhe kjo, kur tapet kanali të shtrojnë të operacionet, nuk prishin, nuk dëmtojnë as një lloj gjeje. As një lloj infrastrukture. As kanale, as gjë. Pra, edhe investimi nuk është investim shumë i madh. Sipas atyre, shumë investim për një fshat të furnizohet me ujë është investim sa shumë i lehtë. Ne i themi, ne si fshat duam ujë. Ujë nuk ka ngjyrë, as blu, as mavi. Është një komunitet që ka punuar gjithë jetën, ka prodhuar, dhe kërkon, nuk po kërkon ndonjë gjë të madhe. Ujin e pishëm. Uji është drita e jetë, pasërti. Ti shkosh fëmijët, a i lanë çdo ditë, nuk i lajmë dot çdo ditë fëmijët për të vajtur në shkollë. Kthehemi nga fusha që punojmë. Kur rrim s'ka ujë, me se do lajmë. Djersë për lurë trupi. Pike dytë është infrastruktura e shumë e dobët. Gjithë kjo fshatit, shikosh fshatrat e tjera që janë mas 20%, 30% popullsisë të fshatit Zëmblak, të gjithë infrastrukturën e kanë shumë të mirë. Ne si që shkon vetë. Asfalte kanë të tjerë, se kam qenë në disa fshatra. S'kemi. Pastaj kërkojmë e kryetarit bashkisë dhe gjithë institucioneve që ta vënë ujë në zjarr dhe të na furnizojnë me ujë të paktë. Nuk po i kërkojmë ndonjë gjë të madhe. Do investim shumë madhështor. Ore, po për vaditje si ja bën? Për vaditje diga është, nuk ka ujë, kemi hapur puse vetë. Edhe atje puseve? Po me puse punojmë. Po mi më babë, tani ti për të nxjerrë atë prodhim, që në fund fare do mendosh 100 herë se ku da shesësh dhe sa da shesësh. Mendon për ujin, mendon për fare, mendon për tregun, mendon për breshërin. Si është bujësia sot, se ju keni qenë maja e prodhimit, domethënë, në këtë zonë, përfshirë edhe Maliqin, Drithas e këto gjërat. Që bujësia mirë këto plerat, këto gjëra edhe siguron, problemi është vetëm shitja e prodhimeve. Po çfarë u pengon? Këtu shtetin nuk ka vendor fare. A keni pika grumullimi ju? Nuk ka pika grumullimi. Nuk keni ju këtu? Këtu. Jashtë kërkuar shumë herë që 3 muaj të pikës së prodhimeve të fushës së Korçës, 8 orë në dorë, 10 orë, të vjetë referencë doganave.
Pra ti vjet dogan. Po, Mallet te ka tuaj. bërë vetëm bodja që i ka vënë referencë dhe ato vite prodhime shiqin që ka fusha. Si është kjo punë se ma kanë thënë edhe në fshatin tjetër përballë. Pra, Referencë vinde vite dogan, prodhimeve që fushim nga dogana. Po? Jam mollën që e di vetë Po? që kish një referencë 271 lek për kilogram. pra vinde moll nga Maqedonia, i vinde 271 dogan edhe Edhe nuk e futnin tregtarët, se nuk ishin interes. edhe shitet që juaj. Ta blinin, ta vinin referencën të pagoshe në dogan, edhe ishte prodhimi të direkt që ka fusha. To vite e fundi qepa ka mbetur, domatja ka mbetur. Ne kuptoj. Peci ka mbetur, molla pashu, po shkon me 12 leka të reja molla. A që ka vajt molla? Po, Po kjo ju, është kryesore. qa del me 12 lek, a sa fiton ti? Gjithmonë ka dalë me minus. Bujësia këto 4-5 vite e fundit ka dalë me minus. Ja ta dëgjojmë, ja ta Ka dëgjojmë. dalë me minus. Me minus. Me minus. Edhe ju vazhdoni prodhoni me minus. Do të punojmë që jetojmë. Tërë plerat, gjithë plerat, Po? gjithë plerat çmimet janë rritur. Po nuk janë cilësore, është kryesore. E hedh dapin, pas 2-3 vite e gjen kokrën në tokë. Merë pesticidet, spërkat për morin, nuk ngorth morin, me el. Shto. Ne flasim për tu në fushën e Korçës, që nuk prodhojt me hormone me gjera prodhimet. Këtu janë bio të gjitha, që nga molla, perimet të gjitha janë bio. ditë shkurtër, sa të ka ndihmuar shteti ty si fermer? Absolutisht, fare. Naft, merr. Na ka dhenë 2 vjet tashi, për si vjet është dhenë nuk është marrë. Nuk keni marrë për si vjet. Jo, jo. Pra ju s'keni marrë naftën? Jo, nuk kemi marrë naftën. Nuk keni marrë naftë. Tashi, Sa veta këtu kanë rrjet për të mbrojtur mollët? pak fare, vetëm 1-2 veta. Janë 2 veta. I kanë bërë me lekë të veta apo me lekë të shtetit? Ato nuk e di. Lekë të veta. Nuk e di. Nuk e Shteti di. vetë tu ka investuar për mes. Nuk ka investuar fare. Ka investuar. Ju falenderojmë juve për mundimin që morët. Më falë pëllum. Ne specin e mbjellim 3 muaj në Farishet, e 3 muaj që bëhet. Në tokë. Njerë mbjellim, 6 muaj. nuk mbjellim Njerë 3 muaj e shkullim e mbjellim atje në Farishet. E 3 muaj, atje është bio, speci domatja, qepa, kudo. Këtë domatja bëhet me 1 muaj të bestash domate. Si zë së mure fëmija? Putin që nga jashtë atje bere, gjithë. Këta në për 2 muaj në zilin domate. Këta u besë mundu më, qarë është kjo? Ne do në 6 muaj tam domate. Lidhur me këtë që tha edhe zotëria për para, për punën e pesticideve dhe këtyre të tjerave, ose prodhimi këtu shkon me 300, te konsumatori vete me 1500. Prodhus, konsumator është në mes një halkë tjetër që është transportusi, tregtari. Pika e grumbullimit. Pe grumbullimin sa më pak se duhet tjetë malli kontraktuar që të vej të blerë ai i grumbullusi. Do të ketë kontrat me shitësim pa të marë. E qartë. Po, mungesa, Edhe pa kontratë ata. po mirë, po diku e kanë një fare sapi ata, se nuk merë kot, Ashtu është. se nuk rënë domatja, nëse, halka e ndërmjet me midis prodhusit edhe konsumatorit është o grumbullusi o tregtari. Këtu duhet një kontrol më i madh, sepse ajo e merr këtu me 500, ta ze me X prodhim. E merr me 500 këtu, në kioska atje në lagja tende diku, vetëm me 1500 domatja. Si u rrit kjo kosto në mënyrë artificiale? Kur pjesën në të madhe të fitimit, duhet ta marr unë që i kam shërbyer asaj. Transportuesja e tjetrit do marrë 10, 12, 8% të vlerës. Ja edhe 10 të marrë edhe ajo tjetri i kioskës, Po i bie 150% kështu. po ta fi 150 nga filaks kjo punë. Do me thënë, këtu shteti mund të verdorë që të i thotë ty si tregtar. Ku e more? Në Pëllumbi. Me sa e more me kaq? Me 100. Do të ashesësh me 120. Ti e more me 120, do të ashes me 180. Ministri thotë është ekonomi tregu, thotë. E lirë, po së kjo është e lirë kështu, ama qello, bë qatë bësh, kap qatë kapësh, fitos atë fitosh. Një ekonomi e mirë fill të organizuar, ndaç privat, ndaç tretëror, ndaç kontrol, ndaç harmonizim të këtyre. Duhet ta mbështeti këtë punë. Po më pari të kontrolli një. Po, Që edhe fermeri të mos bëhet pisi gjithë ajo është fermerët e tashi, zonës për një individ. do dal atje në këto. Atë po them. Ja, Florenca atë do thosha.
Tashi, do dalim në këto që të këthehen që ande e këtej. Tashi, ti që del me këtë mall, ke diku një certifikatë të produktit. Po. Kush ta dha certifikatën ty? Ta dha Florenci. Florenc, hajde që këtu ti djal. Pagoje këtë maunën tashi që ke thënë ti se është e mirë. E kthevi ky hidhi leka ti. Dikush duhet të bajë përgjegjësi. Se nuk është kështu ngarko maunët e dil doganti. Kem një certifikatë. Nga vjen ky pesticid, kush e sjell? Po prito këtu njerë. Jo, që atje, mos u mundot. Po që atje kush agronom ja Po, ka tashti. sugjeruar. Po, ti vete në atë pikën, unë nuk jam specialist i mbrojtjes së bimëve. Është X që ka licencë për atë punë. Unë i them më ka rënë hiri, më ka rënë X munde. A ju më jep këtë. Kjo e lufton, sa e lufton përqindja efikasiteti këti, unë nuk e di. Unë do smiku, nuk u regulluat gjendja. Do vete prapë, do paguaj për s'dyti. Do me dhe do fry gjepa tjetrit në mënyrë të paliqme. Si ku do, nga do që ta hedhësh, si do të vërtitesh nga të duash, i da që i majtë, da që i djathë ku të duash t'jesh, kjo punë vete në qeveria. Qarë dojnë qeveria tjetë, uare qeveri Gjermane li tjetë, qeveri Amerikane tjetë, prapë qeveria e ka këtë punë. Sepse ku që ka në dorë levat e kontrolit të këtyre, qeveria e ka. Vajtë prishen ato ndërtimet e këto të tjera, mirë gjë e mirë është që liruan hapësirat. Po tashti, ti që ke nxjerr këto borë gjerë këtu, cili inspektor të ka ardhur ty që të ka parë, ka ardhur Erioni. Erion, si e ke dhenë ti këtë lej këti, ose pse nuk e ke raportuar ti që ky për nxjerr këtu, hajde ti Erion këtu i të parat. Pse i ve rusë për në kotë? Thire Erioni njerë, të marë, të sjell parat që ka marë. Po të shkoj edhe në burg i erë. Po të shkoj në burg, të edhe parat njerë. Të edhe paratën, rritë pensionet, pas taj futen në burgat të ti. Ka shumë gjera shteti që duhet të bëjmë mirë. Faleminderit. Tani, me që zotëria erdhi i fundit, do ta mbyll me zotëri. Përshëndetje njerë. Përshëndetje. Ishte në artë njerë. Faleminderit. Edhe gjithë të mire. Mos do të flasin dhe të tjerë njerëz, kur do të flasë e ka mikrofonin Që hapur. tash si shta, Se nuk ja heqin fjalën askujt. si shta dhe zotëria, këtu tash ka shumë se mungesa. E para është ujë. Ujin e dim se e kuptuam në Rrugët po janë pri bretë zotit. Këto të lagjeve. Këto të lagjeve komplete si që e shekoni. E varezat po Do shkojnë t'i shojnë të gjitha pastaj. s'ka se qatë të beje një edi. Edi i gjorë ka vajtur në shumë vende, e ka në përsiele e sot e nesër. Po këtu ke ju, ka ardhur ndonjëherë? Këtu në neve, kush të vi? Po të vije për aty shofi një herë. Se 12 vite jeni Ja fshati ka në humbur, erdhur, jo? po është fshati si që ka qenë edhe është. Po s'ka se qatë të bëjmë me fshati. Këtu po ikim tërë. Si që po ikim në tërë, do më dhenë, vim s'ka ujë. Se Greqia ka ujë 24 orë, e shturp që të mos ketë ujë se Morava, 24 orë. Po është Morava se pa ujë. E shturp mirë. Rofshi. Faleminderit. Faleminderit. Ka dikush, do të flas dikush? Po, ja, e fundit fare. Si e përgjithshme kjo. Tash ne ata fermerë që kanë do një çik qumësh për të shitur një çik bulmet, neve 2 veta na vini këtu, 2 baxho që marrin qumshin. Ata na bëjnë në gjible shumë, jo me masë, jo me kilet, jo... Po kam bërë më pak ti këtu. Ka e qa pak ti, gjodash. Po kuj t'ja japë, mo? Hiqa dhe ndërë dhe në bruat. Po t'a defu në këtë mbaj. Po të kem trek të lirë, të vete t'a shpirë në qytet. Po shpirë, po polici t'a merë dhe o, pa t'a derë. Kam shumë të qartë problem. Të nderuar miq, këto janë ankesat nga ky fshat i bukur që quhet Zemblak. E themi bukur, se kështu them për gjithë fshatrat e Shqipërisë, sepse gjithë janë bukur, çuditërisht. Sepse kanë natyrë, kanë bereqet, kanë toka, kanë ujë, e uji nuk u vjen në çezma. Ky është paradoksi. Në 2025-ën gjithë ta banor, por dhe shumë të tjerë që i keni parë në protestë, kërkojnë ujë, ujë për të pirë, ujë vaditës, kanalizime, ujëra të zeza, ujëra të bardha, gjëra që do duhet ishin kryer me kohë e me vakt. Ndërkohë që kryeministri mburret se ka hapur kapitujt. Shumë mirë bën që hap kapitujt, zoti kryeministër, hajde këtu me banorët tu sigurosh ujin. Ky është emisioni nga fshati Zemblak.
Emisioni i radhës do të jetë kuptohet në një vend tjetër të Shqipërisë, ku ka njerëz të tjerë, si këta që un kam rreth e rrotull. Njerëz të ndershëm, njerëz punëtor, patriot që nuk e lëshojnë vendin e tyre dhe duan që zëri i tyre të dëgjohet për hallet dhe problemet reale që ata kanë, sepse flet vetëm përmes zërit të popullit. Miq, takohemi të premten tjetër, deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.